Kampusi i ri i laboratorëve të Institutit të Shëndetit Publik pritet të trefishojë kapacitetet laboratorike të këtij institucioni me biosiguri sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi se në vitin që po troket do të nisë funksionimi i korpusit të laboratorëve. Korpusi i laboratorëve të referencës kombëtare të Institutit të Shëndetit Publik është ndërtuar në një sipërfaqe prej 2900 metra shkatror. Ky korpus do të ketë nivelin më të lartë të biosigurisë sipas standardeve të Bashkimit Evropian, ku trajtimi i agjentëve biologjik me rrezik të lartë do të bëhet në nivele të larta mbrojtjeje për shëndetin e specialistëve. Ky investim i buxhetit të shtetit përmirëson parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, rrit sigurinë shëndetësore kombëtare dhe forcon kërkimin shkencor në mbrojtje të shëndetit të qytetarëve. Laboratorët do të pajisen edhe me aparatura të teknologjisë së fundit dhe me kushte bashkëkohore pune për ekspertët dhe stafin e ISHP-s, duke garantuar përgjigje sa më efektive në kohë dhe të sigurta për shëndetin publik. Njëherësh, duke qenë në atmosferën festive të dhjetorit, specialistët dhe drejtuesit e disa departamenteve të ISHP-s përcollën në një video mesazh urimi për të gjithë qytetarët për një jetesë të shëndetshme me më shumë aktivitet fizik, kujdes të shtuar për shëndetin mendor, ndërsa u bën thirrje grave dhe vajzave për kryerjen e mamografive falas dhe testin e HPV-s.